E falenderojmë krijuesin ton të madhërisëm, i cili na i mundsoi që të arrijmë 10 netëshin e fundit të muajit të Ramazanit. Salavatet dhe selamet jenë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili kur vinte 10 netëshi i fundit i Ramazanit, e ndryshonte raportin e tij me Allahun te bareke ve teala, e ndryshonte raportin e tij me familjen dhe njerëzit alayhi salatu wassalam. Salavatet dhe selamet jenë për gjithë pasuesit dhe ndjekësit e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, Allahu te bareke ve teala në librin e tij është betuar në këto 10 net të madhërishme, dhe ne e dimë që Allahu te bareke ve teala nuk betohet vetëm në gjëra të cilat kanë vlerë dhe peshë. Thot Allahu xhallahu wa ala wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr. Pra thot Allahu te bareke ve teala pasha agimin e mëngjesit, pasha 10 netëshin, vazhdon Allahu xhallahu ala dhe thot wal-'ashr, pasha 10 netëshin. E dietarët e Islamit, pjesa më e madhe e tyre thonë se këto 10 net në të cilat betohet Allahu te bareke ve teala në to, janë 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit. 10 netët të ju vëllezërit e mi. E çka janë këto 10 net? Në ta Allahu te bareke ve teala e ka fsheh një natë, të cilën e madhëroi dhe e nderoi dhe vlerësoi atë natë Allahu i madh te bareke ve teala për shtaçijeve. Atë ditë kur Zoti xhallahu ala tha inna anzalnahu fi lejletil qadr, me të vërtet ne e zbritëm atë, pra Kur'anin e madhërishëm në natën e Kadrit. Vazhdon Allahu xhallahu ala që të tregon për vlerën e madhe të kësaj nate të cilën Allahu te bareke ve teala e ka fsheh brenda këtyre 10 netëve, të thotë wa ma adraka ma lejletul qadr. E ku e dini ju se çka është nata e Kadrit? Pra kjo është një formë për formave të pyetjeve që Allahu te bareke ve teala va parashtron robërve që dëshiron nëpërmjet saj të nxjerrën vlerën dhe peshën e diçkaje. Pra në këtë rast Allahu xhallahu ala thotë ku e dini ju çka është nata e Kadrit? Pra çfarë informata keni ju për natën e Kadrit? Ku e dini ju se çka ka ndodhur në natën e Kadrit? Allahu akbaru kabira. Lejletul qadri khairun min alf shahr. Allahu xhallahu ala vazhdon edhe thotë nata e Kadrit është më me vlerë se 1 muaj. O ju robër të Allahut, këtë vlerë kësaj nate ja jep Allahu te bareke ve teala, më me vlerë se 1 muaj. Pse o ju vëllezërit e mi? A thu vallë çka ka ndodhur në këtë natë? E që Allahu te bareke ve teala po ja jep gjithë këtë vlerë dhe peshë. Pra na ka treguar Allahu xhelle xhelaluhu se në natën e Kadrit, në ditën e 24 të muajit të Ramazanit, kur derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i vetmuar në shpellën Hira, po zbret Xhibril Amini alaihi salatu wassalam në ajetet e para të librit të Allahu xhallahu ala, ajete nëpërmjet të së cilave Allahu te bareke ve teala e ndryshoi rrjedhojën e njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Në ato momente edhe Xhibrili alaihi salatu wassalam tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e shtrëngoi atë fuqishëm dhe i tha iqra, lexo. Këtu në këtë moment kur Allahu xhallahu ala po ja shpall në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ajet kaq të shkurtër, por me domethënie madhështore, filloi rrjedhoja e zbritjes të librit të Allahu xhallahu ala, dhe kjo natë mori gjithë këtë vlerë dhe gjithë këtë peshë. O ju vëllezërit e mi, e din të vlerën dhe peshën e kësaj natë Muhamedi biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alaihi, i cili ashtu si thot nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, se kur hini 10 netët e fundit të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ayqadha ahlah wa ahya laylah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hinte 10 netësh i fundit i Ramazanit e gjallëronte natën në ibadet. Fillimisht ju vëllezër, dijeni që nuk transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e gjallëronte ndonjë natë nga fillimi deri tek fundi i saj me ibadet dhe adhurim, përpos 10 netësh të fundit të Ramazanit. Pse?
në kërkim të pra të kësaj nate i madhështore, mirësive dhe dhuratave të mëdhaje që i shpërndan Allahu te bareke ve teala në natën e Kadrit. Pra e para thot nëna e besimtarëve, ahya lejle, e gjallëron të natën, wa ayqadha ahle, dhe e zgjonte dhe familjen. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur ja bënte me dije familjes së tij, fëmijëve të tij, qohun jo njerëz se ju ka ardhur në fundit i Ramazanit, net për të cilat pra u betua Rahmani i Madh te bareke ve teala nga shtaqiet, wa jadda wa shadda al-mi'zar, dhe bëhesh të më i zellshëm, edhe e shtrëngonte rrypin, pra përgatiteshte për qëndrimin e tij para madhërisë së Allahu te bareke ve teala. Po ju vëllezërit e mi, qëndronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë 10 net, në kam duke e lexuar librin e Allahu xhalla wa ala. Për çdo natë për këtyre netëve i zbritte Gjibrili alaihi salatu wassalam, ja recitonte dhe ja këndonte pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam fjalën e Allahut të madh te bareke ve teala. O ju vëllezër, Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroft. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na rekomandonte që ta kërkojmë natën e Kadrit në këto 10 net dhe thonte: men kana mutaharriyan lejlet al-qadr falyataharraha fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kush e kërkon, kush dëshiron që ta kërkon dhe ta godet natën e Kadrit, le ta kërkon atë në 10 netën e fundit të Ramazanit. Ka disa prej transmetimeve ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë le ta kërkon atë në netë tek të 10 ditëve të fundit, apo ka edhe transmetime të tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që ta ngjallim veçanërisht natën e 27, për arsye se nëse mendohet dhe pritet që të jetë nata e Kadrit, të jetë nata e 27. Elus Allahu te bareke ve teala që na mundson që të godasim natën e Kadrit dhe të shfrytëzojmë të 10 net, se pasha Allahu xhalla wala këto net jenë sezona më e madhe i ibadetit dhe adhurimit, dhe është pazari më i madh i ahiretit dhe i takimit ditën kur do të takohemi me Allahun xhalla wala. Elus Allahu na shton dinën dhe imanin, edhe në kuptimin e Islamit. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.